Paraqitjet e shkëlqyera të ardhënjasharit me klub Bruges gjatë sezonit të fundit në kampionatin belg dhe në Ligën e Kampionëve kanë bërë që emri i tij të përmendet gjithnjë më shumë në mesin e klubeve më të mëdha evropiane. Sipas një analize të publikuar nga analisti belg Andy Mulders për mediat belge, mesfushori shqiptar është në radarin e skuadrave si Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United dhe AC Milan. Jashari ka luajtur plot 4132 minuta në 52 ndeshje zyrtare këtë sezon, duke shënuar 4 gola dhe duke dhuruar 6 asistime. Por ai u vlerësua për saktësinë e lartë të pasimeve, 88.4% dhe aftësinë për të ruajtur qarkullimin e topit në presion. Statistikat tregojnë gjithashtu një mesatare për 10 kilometrash të vrapuara për ndeshje, një tregues i qartë i kondicionit fizik dhe përkushtimit të tij në fushë. Analiza thekson se Jashari është një mesfushor me cilësi të rralla, i qetë me topin, me disiplinë pozicionale dhe një vizion të thellë taktik. Ai madje e krahason me Sergi Busquets për stilin e lojës dhe rolin e organizimit të skuadrës. Siguria teknike, forca fizike, dëpërtimi taktik dhe etika e lartë e punës e bëjnë atë një numër 6 modern. Jashari, i cili është vetëm 22 vjeç, ju bashkua klub Bruges në verën e vitit 2024 nga Luzern për 6 milion euro. Sot vlera e tij në tregun e transferimeve është rritur në 32 milion euro, ndërsa kontrata e tij me klubin belg është e vlefshme deri në vitin 2029.